Ish presidenti Ilir Meta, prej disa javësh, ka filluar retorikën e tij politike në lidhje me seancat që zhvillohen në gjykatën e posaçme, duke u kapur te një pikë. Pse më keni futur në kafaz? Termi kafaz është jo i pamenduar politikisht. Ilir Meta do të krijojë idenë e ndarjes, që është i burgosur, që ka një hapësirë me hekura ku mbahet keq, që s'ka pse të jetë atje në këto seanca gjyqësore, duhet të jetë bashkë me njerëzit. Për të njëjtin qëllim, termin kafaz e përdor edhe Erion Veliaj. Në fakt, kafazi është me hekura, ka një tjetër koncept, ndërsa ndarja e sallave të gjykatave të posaçme është diçka krejt tjetër. Pra, nuk kemi të bëjmë me një kafaz, siç pretendohet. Kemi të bëjmë me një investim të Bashkimit Evropian, i cili ka krijuar ndarje me standarde si në gjykatat penale të këtij niveli kudo në Europë. Janë ndarje me xham, ku qëndron i pandehuri. Pra, është një ndarje komplet transparente. I pandehuri ka mikrofonin, ka tavolinën, ka të gjitha kushtet si të ishte pa xham përpara. Ai xhami i vendosur nuk është kafaz, por është një element sigurie, sepse gjatë seancës mund të ndodhë që një i pandehuri të bëjë veprime ndaj prokurorëve apo gjyqtarëve. Gjatë seancës mund të ndodhë që një person nga salla të bëjë veprime të caktuara ndaj të pandehurit për 1001 arsye, për të shmangur çdo lloj incidenti dhe për të pasur siguri të plotë të pandehurit është vendosur një ndarje me xham. Dhe sot e pam më së miri, Ilir Meta ishte pas xhamit, komunikonte, dëgjohej, bërtiste, fliste, bonte shqiponjën, shikohej. Nuk mungonte asgjë, ishte thuajse transparente. Nuk kishte hekura, nuk kishte kafaz, por një ndarje me xham. Prej disa javësh, edhe Ilir Meta, edhe Erion Veliaj që e ndjek nga pas në seancat e tij gjyqësore, kërkojnë të mos mbahen në kafaz, duhet të jenë atje përpara si të pandehurit e tjerë. Por në fakt, nuk kemi të bëjmë me një kafaz, por kemi të bëjmë me një ndarje me xham. Dhe seanca e kësaj të hone Ilir Metës në GJKK na tregoi se kafazi nuk ekziston.